Ekziston një akuzë që Hashim Thaçi është angazhu për themelimin e gjykatës speciale se e ka ditë që nuk ka pasojë personale për të. Më që paktën kjo ka qenë akuza prej plotëve që e kundërshtojnë gjykatën, derisa e kuptuan që pak qenë ka e kundërta. Qenë ka pjesë Thaçi edhe Veselit të tjerë, mas ne i thanë shko Hashim. Po temë tjetër kjo, po ka ekzistuar kjo si akuzë që zot merret Thaçi. Shiko tash kundërshtar të rrept të gjykatës speciale ka qenë Najt Hasani, Ganimeti Mysliu dhe disa deputetë të tjerë të ODK-s. Po sidomos Najt Hasani, që është njëri prej themeluesve të ODK-s. Edhe Hashim Thaçi pa thënë këtë kontekstin që përmendë ti. Najt, nëse dikush shkon në burg, do shkoj unë edhe Kadriu, jo ti. Ka qenë deklarim që ka bërë deputetëve që e kundërshtonin. Deklarim publik, domethënë nëse do shko dikush prej krerëve të ODK-s, do të shkoj unë, nuk do të shkosh ti. Hashim Thaçi ka pranuar dhe të gjithë ne të tjerët, partitë e mëdha, PDK, LDK, e kanë pranuar këtë gjykatë me bindjen që po hekim njëherë për gjithmonë qafe punën e raportit të Dik Martit dhe trafikimit të organeve. Tash, në çdo variant, duke ditur cilat emra janë përmendur të raportit Dik Martit, supozoj që arrestimi nis prej Hashim Thaçit. Edhe grupi Drenisës aty, grupi Drenisës ka qenë i pranishëm. Kështu që asnjëherë Hashim Thaçi nuk ka pretenduar dhe nuk ka supozuar që do të jetë disi amnestuar për kësaj pune. Kjo s'ka kuptim vetvete, saktësisht për shkak se raporti është për të Dik Martit. Për të, absolutisht. Po një gjykatë që trajton raportin, por nuk e trajton personin. Nuk mundesh ti me trajtu të pretenduesin kryesor për krime me trafikim organeve që është në raport, ti si ta harosh rrugës, edhe të merresh me figura të nivelit mesëm apo të nivelit turt. Por që devijon krejt ky projekt nuk e ka supozuar askush në vitin 2015. Ti ke pas miqësi edhe atëherë me zotrin Thaçin, edhe e kon pjesë e çdo procesi. A e ke diskutuar kështu në nivel personal? Pse po insiston atë shumë me themelu gjykata që arreston në fund ato? Po mbet gjitha për shkak të raportit ti personal me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos të harrojmë, Hashim Thaçi ka ditur si dhe besoj të gjithë ne që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës as nuk do të shqiroheshim, as nuk do të bëshim shtet i pavarur. Tek fundit edhe karriera personale Hashim Thaçi lidhet me përkrajen që ja ka dhënë Amerika, që ai ta prej rambojese tutje që të transformohet UÇK-ja në një parti politike dhe që përmes partisë politike të provohet të së ndërtohet vizioni i tij. Kështu që mendoj që ka pas një farë borxhi moral ndaj Amerikës, po borxh moral ndaj dërgjegjes vet, dhe ndaj dërgjegjes nëse mund të them kolektive tonë, se shiko, trafikimi organeve kishte rrezu për toke luftën e UÇK-s. E gjithë lufta me qenë në rregull, me një veprim të tillë do të binte për toke. Kështu që ka qenë domosdoshme të trajtohet një herë mirë kjo temë. Normalisht kjo mund të ndërlidhet si prej meje si prej teje edhe me shtetet veçanta që sot nuk kanë qenë të kënaqura që Kosova është bërë shtet i pavarur. Po flas edhe në shtete perëndimore, jo të mëdha, mos njosit për shkak. Po mos njosit e shtete të tjera, domethënë ka qenë një farë dileme çka po ndodh, sepse projekti i shtetit dhe i shërimit të Kosovës është llogaritur si projekt amerikan. Dhe tash edhe projekti i gjykatës speciale është llogaritur si projekt amerikan. Edhe evropianët na thonin, sa për ne ju mos e bëni gjykatën. Po ju thonë miqtë juaj që duhet të bëhet gjykata, prandaj bëne. Sa për ne nuk ka gjë. Unë jam takuar, mos të harroj, me një përfaqësues shumë të lartë të Euleksit, i cili më vonë ka pas karrierë diplomatike, i cili ka pas në përdur dosjet e komandantëve dhe zyrtarëve të lartë të UÇK-s. Tu mikut e të Euleksit, edhe më bë bashk. Edhe kur e kam pyetur pa, ka diçka në ato dosje, ka thënë nuk ka gjë, se sikur të kishte pas diçka serioze, ne i kishin ngritur këta akuzat, se më dërguan në Hag. Po çka kanë bërë dhomat e specializuara, kanë ardhur kanë marrë ato dosje. Do të mbi ato dosje kanë prodhuar dokumentacionin e vet personal. Prandaj të mos harrojmë se Kosova ka pas precedent sa i përket aktakuzave dhe dënimeve të krerëve të lartë UÇK-s. Nuk ka qenë ky rasti i parë. Sikur të ishte rasti i parë, dikush ka mund të thotë, po ka dalë se ndoshta Kosova çohet në kryengritje. Ndoshta të bëjnë ndonjë problem të madh. Po ne Remi është dënuar, Latif Gashi është dënuar. Në kohë të Ulnikut, Sulejman Selimi, po nivelet më të po Shamir Shtaku, pra emra shumë të mëdhaj të UÇK-s janë dënuar, janë dërguar në burg, a kanë ndodhur fare kryengritje në Kosovë? Jo. Sepse akoma kemi besuar, dhe sot e kësaj dite besojmë në drejtsinë ndërkombëtare. Prandaj nuk mund të them që nuk ka pas precedente të tilla. Ka pasur, s'ka pas kurfar pasojash për sigurinë e stabilitetin në Kosovë, dhe në fund
Të gjithë kanë shkuar vullnetarisht në burg. Mos harrojmë që Dashin Thaçi, Kadri Vesteri, Jakub Gashtiqi dhe Shpëtimi kanë shkuar me vullnet në burg. Dikush mund të thotë nuk kanë pas kurfar varianti, po megjithatë Jo kam pas vetë kam bë këtë, kam mujt me refuzu me refuzu, po jo, mendoj që sikurse edhe te rasti Ramos Haradina e Fatmir Limajt e të tjerëve kur kanë shkuar në tribunalin e Hagës, pra na kemi pas edhe fitin në tribunalin e Hagës, mos të harrojmë. Do atje kanë mri rastet e UÇK-s gjatë luftës. Edhe krejt ato e di prej dorës parë, ka të ponte ka dashur ta balancoj, ta baraspeshoj fajin e shteteve dhe popujve që kanë luftuar, ka mirë. I kam një 15 serb, duhet një 7-8 kroat, po duhet edhe një 3-4 shqiptarë, se medalëve shqiptarë që janë të pafajshëm. Dhe i ka marrë 2 raste. Edhe kur ka folë historia Sen Peterseni, ndoshta është interesant për ju me Kalla Del Ponten për rastin e Ramushit, se Sen Peterseni ka qenë Sarezi, shefi i mikut, dhe ka ditë që po vjen rasti i Ramushit dhe i ka thënë privatisht, po shikoj Ramos Haradina është hero i Kosovës. Të thuaj sa herojnë unë e kam shtin në burg, pse mos më shtit Ramos Haradina në burg. Po dole që ishte gabim, sepse 2 herë Ramushi u shfaqsua. Po në përgjithësi mund të them që UÇK ka kaluar disa filtra. Unë mik Eulex Hag, Tribunali i Hagës. Prandaj po them e gjitha ka mundur të kryhet në Kosovë duke krijuar dhomat e specializuara në Kosovë me gjykatës ndërkombëtar, me prokuror ndërkombëtar. Pra, koha kur është kërkuar me votu gjykata speciale. Presion ndërkombëtar. Po. Presion veçanërisht nga shtetet të rëndësishme që kanë qenë bashkëthemeluese të shtetit. Po. Frikë për sanksione të mëdha. Politike, ekonomike e tjera. Edhe po ashtu gjykat patjetër, po jashtë Kosove përmes OKB-s. Po. Në njërin anë. Po. Pastaj vetë dia që s'ka krime, thjesht janë pretendime pse mos gjykohen. Edhe mos të harrojmë. Nevoja me largu rënë e zezë që shu atëherë. Edhe të mos harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm, shumica dyfish parlamentare, do të thotë ajo qeveri ka pas 87 deputet, sepse kjo punë nuk ka mundur të bëhet me një qeveri e cila e ka 65-66 deputet. Edhe bindja ka qenë edhe LDK-s dhe PDK-s që ta bëjmë këtë, të ecim tutje, edhe në këtë mënyrë do ta përmbyllim një obligim shumë të madh që i ka Kosova. Që ndoshta ka qenë nevoja e Thaçit. Po. Me kërku edhe me insistu që mu themelu përkundër idesë që mundet me qenë edhe ai vet, ose sigurisë. Refuzimi i themelimit të gjykatës nga Kuvendi i Kosovës eventual, përposje do të forconte dyshimin se Kosova po pretendon të pengoj dhe fsheh verifikimin e pretendimeve që përmban raporti. Kjo do të ishte pasojë tjera të rënda politike për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Nëse kthehemi në 2015-ën, nuk di që kemi mund të bëjmë diçka tjetër. Ta them këtë sinqerisht do thotë. Opsione tjera kanë qenë me siguri më të rrezikshme se ky. Edhe ky ka qenë plot rreziqe si u pa, si u kuptua prej nesh më vonë, por opsione tjera kanë qenë edhe më të rrezikshme. Dhe tek Rama ka qenë një sakrificë që gjithë ne e kemi bërë për shtetin e Kosovës.